Tashi, kur është profesor Mala këtu, që është medievist, është ekspert i kësaj periudhe dhe e njeh fenomenin, me ju thënë drejtën unë ndjem pak inferior dhe nuk kam qef më fut fort në këto thellësitë shkencore ku zotëria është shumë kompetent. Kur flasim për shekullin 19 dhe fillim shekullin 20, ndjej pak kompetencë aty, me që jam i specializuar. Me shkurt, flasër bjerë. Shumë shkurt. Na duhet ta shohim shqiptarët në raport me perandorinë osmane. Mu s'është kam interesën me shpjegu fenomenin e perandorisë osmane, dhe i ku ka qenë, çka ka bëjë tjerë. Marrëdhënia me shqiptarët. Dhe tash, shohim përpjekjen e pashalliqeve shqiptare. Perandoria osmane u mundua që ti instrumentalizoj dhe përmes pashallarëve shqiptar ta qeverisë më lehtë territorin. Çka ndodhi? Kur pashallarët shqiptar shfaqen pretendime për të kriju një lloj autonomie në raport me perandorinë osmane, ajo i shkatërroi. E kemi rastin edhe të Alipash të Pelenës, që knohet edhe në kanë, koka dhe trupi e tjerë. Bashkë me Alipashën, u masakruan edhe 300 feudal tjerë. Do më thënë aty, vi mëtej, në kohën e rilindjes në si të ndëqen, sepse perandoria osmane lejon të shkolla vetëm slave dhe greke, edhe shkolla osmane, pas një shkollë shqip nuk e lejonte. Përkundër idesë që kishte pretendime që të hapen shkolla kombëtare. Vim tek lidhja shqiptare e Prizrenit, para kësaj tek vilajetet shqiptare. Territorit shqiptare, gjeografia shqiptare u ndan 4 vilajete, dhe këtë që të sundohet më lehtë. Ideologët e rilindjes kërkuan nga perandoria osmane, nuk kërkuan pavarësi, kërkuan autonominë si fazë kalimtare, sepse ishte shembulli që ndoqen gjithë popujt e Ballkanit që krijuan shtetet e tyre kombëtare. Perandoria osmane nuk u njohu. Erdhi Kongresi i Berlinit, me miratimin e perandorisë osmane, territoret shqiptare u coptuan. Shkojmë pastaj, nuk ndalemi shumë. Që nga viti 1878, lidhja e Prizrenit deri në 1910, ka ngjarje më shumë kulturore që i kontribuan rrugtimit të shqiptarëve për pavarësi. Kryengritja shqiptare vitit 1910 në Kaçanik. Domethënë, kjo është jashtëzakonisht një shurje asaj kryengritje tmerrsisht. Masakrat që i ka bërë perandoria osmane hin pyeti njerëz nëpër Karadak. Pastaj u zhvendos kryengritja shqiptare në malësitë mbi Shkodrës. Edhe aty u shua me dhunë. Pastaj kryengritja e përgjithshme e vitit 1912 filluan luftrat ballkanike. Në momentin që perandoria osmane e pa që është e pazonja për të mbrojtur territoret e veta, sepse shqiptarët ishin nën perandorinë osmane, këtu zbahet fjalë për mbrojtje të shqiptarëve nga ana e perandorisë osmane. Erdhi konferenca për territorin, pra. Erdhi konferenca ambasadorëve në Londër dhe pra perandoria osmane, domethënë, edhe ishte pa fuqishme, edhe për të mos humbur territoret e ndërka, i sortoi territoret.